Data 5 gusht. Gjyqtarve, kapitulli 19. Në atë kohë, kur nuk ishte mbret në Izrael, një levit që banonte në pjesën më të lartë të krahinës malore të Efraimit, mori si konkubin një grua nga Betlehemi i Judës. Kjo konkubin kreu një shkelje të kurorës kundër tij dhe e la për të kthyer në shtëpinë e atit të saj në Betlehem të Judës, ku qëndroi 4 muaj. Burri i saj u ngrit dhe shkoi te ajo për t'i folur zemrës së saj dhe për ta kthyer në shtëpi. Ai kishte marrë me vete shërbëtorin e tij dhe 2 gomar. Kështu ajo e çoi në shtëpinë e atit të saj. Ta e pa, i ati i sëres e priti tër gëzim. Vjeri i tij, i ati i sëres, e mbajti dhe ai qëndroi 3 ditë me të. Kështu hëngrën e pinë dhe e kaluan natën aty. Ditën e 4 u ngritën herët në mëngjes dhe leviti po bëhej gati të nisej, por i ati i vajzës së re i tha dhëndrit të tij: "Ha diçka që të mbahesh, pastaj shkoni." Kështu u ulën bashk, hëngrën dhe pinë njëri afër tjetrit. Pastaj i ati i sëres i tha burrit të saj: "Të lutem, prano të kalosh natën këtu dhe zemra jote të gëzohet." Ai u ngrit për të ikur, por i vjeri nguli këmbë aq shumë saqë ai vendosi ta kaloj natën aty. Ditën e 5 ai u ngrit herët në mëngjes që të ikte, dhe i ati i sëres i tha: "Të lutem, ngrohe zemrën." Kështu u ndalën deri në pasdite dhe që të dy hëngrën. Kur ai njeriu ngrit për të ikur bashkë me konkubinën e tij dhe shërbëtorin e tij, i vjeri, i ati i sëres i tha: "Ja, ka filluar të erret. Të lutem, kaloje natën këtu. Shiko, dita është duke mbaruar. Kaloje këtu natën dhe zemra jote të gëzohet. Nesër do të niseni herët dhe do të arrini në shtëpi." Por ai njeri nuk deshi ta kaloj natën aty. Kështu u ngrit, u nis dhe arriti përballë Jebusit, që është Jeruzalemi, me 2 gomeret e tij të shaluar dhe me konkubinën e tij. Kur arritën pranë Jebusit, dita kishte kaluar tërësisht. Shërbëtori i tha zotit të tij: "Eja, të lutem, të hyjmë në këtë qytet të Jebusejve dhe ta kalojmë natën aty." I Zoti ju përgjigj: "Jo, nuk do të hyjmë në një qytet të huajsh që nuk janë bijtë të Izraelit, por do të shkojmë deri në Gibeah." Pastaj i tha shërbëtorit të tij: "Eja, të arrijmë në një nga këto vende dhe ta kalojmë natën në Gibeah ose në Ramah." Kështu shkuan tutje dhe vazhduan udhëtimin. Dhe dielli perëndoi mbi ta pranë Gibeahut, që është pronë e Benjaminit. Ata u kthyen për të hyrë dhe për të kaluar natën në Gibeah. Kështu leviti hyri dhe u ndal në sheshin e qytetit, por askush nuk i priti për të kaluar natën në shtëpinë e tij. Pikërisht në atë kohë, një plak po kthehej në mbrëmje nga puna e tij në Ara. Ai ishte nga krahina malore e Efraimit dhe banonte si i huaj në Gibeah, por njerëzit e vendit ishin Benjaminit. Me të ngritur syt, pa kalimtarin në sheshin e qytetit. Plaku i tha: "Ku po shkon dhe nga po vjen?" Leviti u përgjigj: "Po shkojmë nga Betlehemi i Judës në drejtim të pjesës më të largët të krahinës malore të Efraimit. Unë jam që andej dhe kisha vajtur në Betlehem të Judës. Tani po shkoj në shtëpinë e Zotit, por nuk ka njeri që të më pres në shtëpinë e tij. Megjithatë, ne kemi kasht dhe bar për gomeret tanë dhe bukë verë për mua, për shërbëtoren tënde dhe për djalin që është bashkë me shërbëtorin tënd, nuk na mungon asgjë." Plaku i tha: "Paqja qoft me ty. Megjithatë, më lejo të kujdesem për çdo nevojë që ke, por ti nuk duhet ta kalosh natën në shesh." Kështu e çoi në shtëpinë e tij dhe u dha ushqim gomerëve, udhëtarët lanë këmbët, pastaj hëngrën dhe pinë. Ndërsa po kënaqeshin, disa njerëz të qytetit, njerëz të këqij rrethuan shtëpinë, i ranë portës dhe i thanë të Zotit plak të shtëpisë: "Nxirre jashtë atë njeri që ka hyrë në shtëpinë tënde, sepse duam ta njohim." Por i Zoti i shtëpisë me të dalë jashtë u tha atyre: "Jo vëllezërit e mi, mos u sillni në mënyrë kaq të keqe. Ky njeri erdhi në shtëpinë time e prandaj mos kryeni një poshtërsi të tillë. Ja ku janë këtu vajza ime e virgjër dhe konkubina e këtij njeriu. Unë do t'i nxjerr jashtë. Poshtërojeni dhe bëni atë që mendoni, por mos kryeni kundër këtij njeriu një turp të tillë." Por ata njerëz nuk e dëgjuan. Atëherë ai burri mori konkubinën e tij dhe u anxori atyre. Ata e njohën dhe e përdorën tërë natën deri në mëngjes. E lanë të ikë vetëm kur filloi të zbardhë dita. Ndaj të gdhir, kjo grua erdhi, u rrëzua para portës së shtëpisë së njeriut pranë të cilit rinte burri i saj dhe mbeti aty derisa u bë ditë.
Në mëngjes burri i saj u ngrit, hapi portën e shtëpisë dhe doli për të vazhduar udhëtimin e tij. Dhe ja, konkubina e tij rrinte shtrirë te porta e shtëpisë me duart në pragun e saj. Ai i tha: "Çoh dhe eja të shkojmë", por nuk mori asnjë përgjigje. Atëherë burri e ngarkoi mbi gomarin dhe u nisën për t'u kthyer në shtëpinë e vet. Me të arritur në shtëpi, kapi një thik, mori konkubinën e tij dhe e preu, gjymtyr për gjymtyr, në 12 copa që i shpërndau në gjithë territorin e Izraelit. Kushdo që e pa këtë tha: "Nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk është parë asnjëherë një gjë e tillë, shprej kohës që bijtë e Izraelit dolen nga vendi i Egjiptit e deri sot. Mbajeni parasysh këtë gjë. Këshillohuni dhe flisni." Veprat e Apostujve, kapitulli 23. Pali duke i ngulur syt nga Sinedri, tha: "Burra vëllezër, deri më këtë ditë unë jam sjell përpara Perëndisë me ndërgjegje krejt të mirë." Dhe kryeprifti Anania u dha urdhër atyre që ishin pranë tij, ta godisnin në gojë. Atëherë Pali i tha: "Perëndia do të të godas ty, o mur i zbardhur. Ti je ulur të më gjykosh sipas ligjit dhe kundër ligjit jep urdhër të më godasin." Dhe ata që ishin të pranishëm thanë: "Kryepriftin e Perëndisë fyen ti?" Dhe Pali u përgjigj: "Nuk e di, o vëllezër, se është kryeprift, sepse është shkruar: Ti nuk do të flasësh keq për të parin e popullit tënd." Pali pra duke e ditur se një pjesë ishte nga saducejt dhe tjetra nga farisejt, thirri në Sinedër: "Burra vëllezër, unë jam farise, bir fariseu. Unë po gjykohem për shkak të shpresës dhe të ringjalljes së të vdekurve." Por sa po tha këtë, u bë një grindje ndërmjet farisejve dhe saducejve dhe kuvendi u përça, sepse saducejt thonë se nuk ka ringjallje, as ëngjëll, as frym, ndërsa farisejt që të dyja. Atëherë u bë zhurmë e madhe. Skribet e palës së farisejve u quan në këmbë dhe kundërshtuan duke thënë: "Ne nuk gjejmë asnjë gjë të keqe te ky njeri, dhe nëse i ka folur një frym ose një ëngjëll, të mos luftojmë kundër Perëndisë." Dhe duke qenë se grindja po shtohej, kryemiesi, nga frika se mos Pali bëhej copa prej tyre, urdhëroi ushtrinë të zbresë dhe ta heqë nga mesi i tyre dhe ta çojë në fortesë. Por një natë më pas, Zoti u shfaq atij dhe i tha: "Kuraju Pal, sepse sikurse ke dhënë dëshmi për mua në Jeruzalem, ashtu duhet të dëshmosh edhe në Rom." Dhe si u bë ditë, disa nga judejt kurdisën një komplot duke u lidhur me betim, duke thënë që të mos hanë dhe të mos pinë derisa ta kenë vrarë Palin. Por ata që kishin bërë lidhje me be ishin më tepër se 40. Ata erdhën të kryepriftrinë dhe të pleqt dhe thanë: "Ne jemi lidhur me betim të mos vëmë gjë në gojë derisa të vrasim Palin. Tani pra ju bashkë me Sinedrin bëni një kërkesë kryemiesit që t'ju asjell nesër, gjoja se doni ta hetoni më saktë çështjen e tij, dhe ne para se të afrohet, do të jemi gati ta vrasim." Por djali i motrës së Palit, si e mori vesh kurthin, vajti dhe hyri në fortesë dhe i tregoi Palit. Atëherë Pali thirri një nga kryeqindësit pranë vetes dhe i tha: "Çoje këtë djalë te kryemiesi, sepse ka diçka për t'i treguar." Atëherë ai e mori dhe e çoi te kryemiesi dhe tha: "Pali, i burgosuri më thirri dhe mu lut të sjell këtë djalë, sepse ka diçka për të thënë." Atëherë kryemiesi e kapi për dore, e mori me një anë dhe e pyeti: "Çfarë ke për të më treguar?" Dhe ai tha: "Judejt janë marrë vesh që të kërkojnë që nesër ta zbresësh Palin, Sinedrit, se gjoja dashkan ta hetojnë më saktë çështjen e tij. Por ti mos u beso, sepse më shumë se 40 burra nga ata kanë ngritur kurth kundër ti, sepse janë lidhur me betim të mos hanë e të mos pinë derisa ta kenë vrarë, dhe tani janë gati dhe presin premtimin tënd." Kryemiesi pra e la të shkoj djalin, duke e urdhëruar që të mos i tregoj kurkujt se e kishte vënë në dieni për këto. Pastaj thirri 2 nga kryeqindësit dhe u tha: "Bëni gati që nga ora e 3 e natës 200 ushtarë, 70 kalorës dhe 200 shtizmbajtës për të shkuar deri në Cezare." Dhe u tha të bënin gati edhe kafshë që të hipnin Palin dhe ta çonin shëndosh e mirë te qeveritari Felix. Dhe ai shkroi një letër me këtë përmbajtje: Claud Lysia,
qeveritarit shumë të shkëlqyeshëm Felix. Përshëndetje. Ky burr ishte kapur nga judejt dhe që gati të vritej prej tyre, kur mbërrita me ushtarët e nxorra sepse mora vesh se ishte qytetar romak. Dhe duke dashur të di fajin për të cilin e akuzonin, e zbrita para Sinedrit të tyre. Dhe gjeta se e akuzonin për çështje të ligjit të tyre dhe që ai nuk kishte asnjë akuzë që të meritonte vdekjen ose prangët. Dhe si më njoftuan për kurthin që judejt i ngritën këtij burri, ta nisa me njëherë, duke u dhënë urdhër paditësve të parashtrojnë para teje ankimet që kanë kundër tij. Qofsh me shëndet. Ushtarët pra sipas urdhrit të dhënë, morën palin dhe e quan natën në Antipatrid. Dhe të nesërmën pasi lanë kalorësit të shkojnë me të, u kthyen në fortesë. Ata, si hynë në Cezare, ja dorëzuan letrën qeveritarit, ja paraqitën edhe palit. Si e lexoi letrën, qeveritari e pyeti palin nga çkrahin ishte dhe kur mori vesh se ishte nga Kilikia, i tha: "Unë do të dërgoj kur të mbërrin edhe paditësit e tu", dhe urdhëroi të ruanin në preteriumin e Herodit. Jeremia, kapitulli 33. Fjala e Zotit ju drejtua për të dytën herë Jeremias, ndërsa qëndronte ende i mbyllur në oborrin e burgut duke thënë: "Kështu thot Zoti që bën këtë, Zoti që ja formon për ta vendosur, emri i cilit është Zoti. Mu drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, për shtëpinë e këtij qyteti dhe për shtëpitë e mbretërve të Judës që do të shemben përballë ledheve dhe shpatës. Ata do të vinë të luftojnë kundër kaldejasve, por vetëm për t'i mbushur me kufoma njerëzish që unë do të godas në zemërimin tim dhe në tërbimin tim, sepse do ta fsheh fytyrën time nga ky qytet për shkak të gjithë ligjësisë së tyre. Ja unë do t'i sjell atij mirëqenie dhe shërim, do t'i shëroj dhe do t'u zbuloj atyre bollokun e paqes dhe të së vërtetës. Do të bëj që të kthehen të mërguarit e Judës dhe të mërguarit e Izraelit dhe do t'i vendos përsëri si më parë. Do t'i pastroj nga çdo paullësi e tyre me të cilën kanë mëkatuar kundër meje dhe do t'u fal të gjitha paullësitë e tyre me të cilat kanë mëkatuar dhe me të cilat kanë ngritur krye kundër meje. Dhe ky qytet do të ketë për mua një titull gëzimi, lëvdimi dhe lavdije përpara gjithë kombeve të dheut, kur ato të mësojnë gjithë të mirën që unë u bëj atyre, dhe do të kenë frikë, do të dridhen për shkak të gjithë mirësisë dhe të gjithë paqes që unë do t'i sjell atij. Kështu thot Zoti, në këtë vend për të cilin ju thoni është një shkreti që nuk ka më as njerëz as kafsh, në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit që janë të shkreta që nuk ka më as njerëz as kafsh, do të dëgjohen ende britma gëzimi dhe britma hareje, zëri i dhëndrit dhe zëri i nuses, zëri i atyre që thonë: "Kremtoni Zotin e ushtrive, sepse Zoti është i mirë, sepse mirësia e tij zgjat për jetë", dhe të atyre që sjellin oferta falënderimi në shtëpinë e Zotit, sepse unë do të bëj që të kthehen të mërguarit në vend dhe do t'i vendos përsëri si më parë, thot Zoti. Kështu thot Zoti i ushtrive, në këtë vend që është një shkreti, ku s'ka më njëria kafsh dhe në të gjitha qytetet e tij do të ketë ende banesa barinj ku do të pushojnë kopet e tyre. Në qytetet e krahinës malore, në qytetet e fushës, në qytetet e Negevit, në vendin e Benjaminit, në rrethinat e Jeruzalemit dhe në qytetet e Judës, dhe do të kalojnë ende në dorën e atij që i numëron, thot Zoti. Ja do të vinë ditët, thot Zoti, gjatë të cilave unë do të realizoj fjalën e mirë që kam shqiptuar për shtëpinë e Izraelit dhe për shtëpinë e Judës. Në ato ditë dhe në ato kohë do të bëj që të mbi për Davidin një filiz drejtësie, që do të ushtroj gjykimin dhe drejtësinë në vend. Ato ditë Juda do të shpëtohet dhe Jeruzalemi do të banojë sigurt. Ky do të jetë emri me të cilën do thirret: Zoti, drejtësia jon. Në fakt, kështu thot Zoti, nuk do t'i mungoj kurrë Davidit dikush që të ulet mbi fronin e shtëpisë së Izraelit, dhe priftrimve Levit nuk do të mungoj kurrë para meje dikush që ofron holokauste, që ty mos oferta ushqimore dhe që kryen flijime çdo ditë. Fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: Kështu thot Zoti, në qoftë se ju mund të anuloni beslidhen time me ditën dhe beslidhen time me natën, në mënyrë që mos të ketë më ditë natë në kohën e tyre, atëherë do të mund të anulohet dhe beslidhja ime me Davidin, shërbëtorin tim, në mënyrë që të mos ketë një birë që të mbretërojë mbi fronin e tij dhe me priftërinë të Levit, priftërinë të mi. Ashtu si nuk mund të njësohet ushtria e qiellit as të matet e rëra e detit, ashtu unë do t'i shumoj pasardhësit e Davidit, shërbëtorit tim dhe levitët që më shërbejnë. Fjala e Zotit ju drejtua akoma Jeremias duke thënë: Nuk i ke kushtuar kujdes asaj që ka pohuar ky popull duke thënë: Dy familje që Zoti kishte zgjedhur i ka hedhur poshtë,
Kështu përçmojnë popullin tim që në sytë e tyre nuk është një këmbë. Kështu thot Zoti, në qoftë se unë nuk e kam lidhur beslidhen time me ditën dhe me natën dhe nuk kam përcaktuar ligjit e qiellit dhe tokës, atëherë do të hedh poshtë edhe pasardhësit e Jakobit dhe Davidit, shërbëtorit tim, dhe nuk do të marr më nga pasardhësit e tij drejtuesit e fisit të Abrahamit, të Isakut dhe të Jakobit. Por unë do të bëj që të kthehen mërgjimtarët e tyre dhe do të kem mëshirë për ta. Psalmi 3. O Zot, sa të shumë janë armiqtë e mi, shumë ngrihen kundër meje. Shumë thonë për mua, nuk ka shpëtim për të para Perëndis. Por ti, o Zot, je një mburoj rreth meje. Ti je lavdia ime dhe ai që më larton kokën. Me zërin tim i thirra Zotit dhe ai mu përgjigj nga mali i tij i shenjtë. Unë rash e fjeta, pastaj u zgjova, sepse Zoti më përkrah. Unë nuk do të kem frikë nga mizëri njerëzish që kanë fushuar rreth e qark kundër meje. Qohu, o Zot, më shpëto, Perëndia im, sepse ti ke goditur tërë armiqtë e mi në nofull, u ke thyer dhëmbët të pabezve. Shpëtimi i përket Zotit, bekimi yt qoftë mbi popullin tënd. Psalmi 4. Kur thërras, përgjigj mu, o Perëndi i drejtësisë time. Kur isha në fatkeqësi të më ke ndihmuar, ki mëshirë për mua dhe plotësoje lutjen time. Deri kur, o bitë njerëzve, do të thyet rënd lavdia ime? Deri kur do të jepeni pas kotësisë dhe do të shkoni pas gënjeshtrës? Por dijeni se Zoti ka zgjedhur një që është i shenjtë. Zoti do të më plotësojë dëshirën kur do t'i thërras atij. Zemërohuni dhe mos më katoni. Në shtratin tuaj mendohuni shumë në zemrën tuaj dhe qëndroni në heshtje. Ofroni flime drejtësie dhe kini besim te Zoti. Shumë thonë, kush do të na tregojë të mirën? O Zot, bëj që të shkëlqej drita e fytyrës sate mbi ne. Ti më ke shtënë në zemër më tepër gëzim nga sa ndjejnë ata kur kanë grur dhe musht me shumicë. Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri.